Hashim Thaçi del nga hoteli Sofitel në Paris. Duket që nuk është në humorin më të mirë. Ai ka mbi vete një barë të rëndë, pasi e ka vetëm edhe një ditë kohë t'i thotë po ose jo marrëveshjes për ndaljen e luftës në Kosovë. Ne do zhvillojmë konsulta me delegacionin e Kosovës dhe me bashkëkryetarët e konferencës e pastaj do të vendosim. Ai pyetet nëse do ta vë firmën në emër të delegacionit të Kosovës para Serbisë. Po vetëm një nënshkrim i njanshëm, nuk e di se çfarë validiteti do të kishte dhe nuk e di se sa do të ishte realizueshme në Kosovë. Kur konferenca në Paris të marrë fund, Thaçit i duhet të kthehet në Kosovë. Gjasat nuk janë të pakta që ai të arrestohet, me që ka një vlet arrestim për të, që e lëshoi Beogradi për të në prag të arritjes së marrëveshjes, duke komplikuar situatën edhe më. Unë kam flet arrest nga Jugoslavia, nga regjimi i Jugosllavisë, domethënë nga Miloševiqi, por nuk e besoj që është një flet arrest ndërkombëtar, është një propozim për flet arrest ndërkombëtar, por besoj që bota demokratike nuk do të akceptojë këtë flet arrest. Do të kthehem në Kosovë, të vazhdoj jetën time, të vazhdoj punën time, të vazhdoj aktivitetin tim për demokratizimin e Kosovës. Dhe besoj se do ta kem mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare, siç e kam pas deri më tash. Mandej largohet nga këtu. Këndaj pari është edhe Veton Soroi, i cili duket që ka besim se diçka e mirë do të dalë nga kjo mbledhje në Paris. Well, judging from the documents that they've been offering, they think that they should initiate this process about some 5 years ago. Ndërmjetësit ndërkombëtar që e ideuan planin për një marrëveshje politike që i jep fund luftës në Kosovë, vinë një nga një për ta kryer punën e tyre. Amerikani Chris Hill pyetet nëse palët do ta nënshkruajnë marrëveshjen. Thotë që nuk do të shkonte aq larg me komente. Pas tij vjen presidenti i Serbisë Milan Milutinović, që duket në koqa disponim mbase për faktin se flet arresti që lëshoi shteti i tij për Thaçin mund të ndryshojë gjërat në favor të Beogradit. So what? So what? The warrant is warrant. So, but if somebody is a criminal, that doesn't change the fact. Serbia bëri edhe disa ndryshime të momenteve të fundit në propozimin e marrëveshjes dhe për to u pyet nga mediat. But you think they will accept your proposals? They should, because they are very fair enough, and we made the institution which really could fly. But the others would like to have just the fraud of that. They only want a fraud. Yes. You're accusing them of fraud. Yes, of course. So that's not a very good basis for negotiation. Yes, of course it is not. So because of that we are fighting for real things. Palja shqiptare, që ishte e shumë në numër, akuzoi Serbinë se deshi të ndryshojë 70% të propozimit për marrëveshje politike. Kjo, sipas tyre, ofronte më pak autonomi se që kishin aktualisht, derisa Kosova ishte e pushtuar nga qindra mira forca serbo-jugoslave. Bisedimet në Paris ishin vazhdimsi atyre në Rambuje që u mbajtën në shkurt. Një ditë më vonë, serbët deklaruan se nuk e pranojnë marrëveshjen e pranuar. Delegacioni kosovar e bëri këtë. 5 ditë më vonë, NATO nisi sulmet ajrore kundër Thaçeve serbo-jugoslave. Pas 78 ditëve, Kosova u çlirua.